Edi Ruçin, gazetar, e kemi i cili nga afër ka përcjell tërë këtë ngjarje dhe ka shijuar dhe vetë atmosferën, po besoj. Besoj të na jape edhe ca emocione të atmosferës, ndërsa është duke rregulluar kamerën që ta kthejmë në pozicionin tjetër. Pra, shumë mirë nga Edi, a ke mundësi që ta kthesh kamerën? Në një pozicion tjetër, në mënyrë që të dalësh më mirë, o Edi, të duam të nxjerrim mirë. Tash mirë kemi. Tani është shumë mirë, Edi, të përshëndesim. Ju përshëndes, si jeni? Mirë, gëzuar festën. Gëzuar edhe për juve, për gjithë shqiptarët. Ti vetë je nga Vlora apo jo? Po, patjetër. Unë jam prej Vlore, punoj në qytet në rolin e gazetarit. Shumë mirë. Kemi atje vizitorë, besoj kanë ardhur, ka qenë dhe presidenti i Kosovës, i pej takove, e ngritën flamurin në shenjë simboli natyrisht në këtë 113 vjetor. Ka qenë ceremonia zyrtare e cila ka nisur rreth orës 10, ku kryeministri Rama ka pritur presidentin e Kosovës, zonjën Vjosa Osmani, e cila e ka shoqëruar përgjatë ceremonisë zyrtare, por gjithashtu edhe në ceremoninë e nderimit të flamurit Kuqezi, dhe pas së bashku autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit si në Shqipëri, por edhe në pjesën tjetër të Shqipërisë në Kosovë, kanë nderuar së bashku, kanë vendosur tufa dhe kurora me lule dhe në varin e plakut të urtë të pavarësisë Ismail Qemalit. Më pas, ceremonia ka përfunduar, ajo zyrtare le themi ka përfunduar brenda një kohe fare të shkurtër, autoritetet janë larguar, duke mos pranuar le themi që të japin një deklarat për media, dhe pas kësaj ceremonie zyrtare ka patur edhe fest në Vlorë. Drejt Vlorës janë shumë shqiptar të Kosovës, dhe shqiptar të trevave, kryesisht nga Maqedonia, Malizi, por edhe emigrantët cilët prej vitesh jetojnë në vende të ndryshme të botës, cilët kanë ardhur për të festuar pavarësinë. Unë ndodhem në sheshin e Flamur dhe mund ta ndisni edhe nga pamjet, në sheshin i gjithë shqiptarëve është momentalisht i të imbushur me qytetarë cilët bëjnë foto dhe përshëndrojnë pranë bustit të pavarësisë, i cili është një simbolik për gjitha trevat. Ka patur në sheshin e Flamurit dhe fest nga asamblet popullore, të cilët kanë britur në Vlorë nga Kosova, kanë britur nga trevat shqiptare për të festuar pavarësinë dhe për dhënë dhe ata atmosferën festive. A mund të themi që Vlora vazhdon të jetë qyteti i festës ku i referohemi 28 nëntorit, apo është zberur paksa, apo jo, urojmë që jo, në fakt, ja ka marrë pak Shkodra, Tiranës, ja keni marrë moti ta quajmë këtë festën e 28 nëntorit? Absolutisht jo, ka patur një frikë mëngjesin e sotëm për shkak të rreshjeve të shiut të cilat prekën qytetit në breg detar, por situata me sa duket është përmirësuar, ka dalë dielli dhe kjo ka bërë që Vlora të rikthehet edhe një në ditët e 28 apo 29 nëntorit në kryeqendrën e festimeve të pavarësisë. Ka patur shumë qytetarë, pasi kujtojmë këtu dhe faktin që vazhdojnë që të jenë shumë qytetarët cilët janë sheshin e Flamurit, por ka përfunduar ceremonia zyrtare dhe ato pjesë festive të kësaj dite, çka ka bërë që një pjesë e qytetarëve edhe të largohen. Janë të shumtë ende edhe shqiptarët e Kosovës, cilët vazhdojnë të qëndrojnë në sheshin e Flamurit për të festuar pavarësitë, do të qëndrojnë për gjatë gjithë kësaj dite, por do të qëndrojnë edhe për gjatë ditës nesme në 29 nëntor, ku edhe atëherë Vlora sigurisht do të jetë epicendra e festimeve. A keni planifikuar dhe ndonjë aktivitet tjetër i cili tashmë dihet gjatë ditës së sotme, por edhe nesër? Festimet për pavarësinë ka nisur që prej ditës djeshme, ku kemi pasur aktivitetet festive nga grupet folklorike, cilat vinë nga treva, shqiptar të Kosovës, Maqedonisë Veriut dhe Malizit, cilët vinë për të festuar në Vlorë. Ndërsa ka patur gjithashtu edhe festime nga qytetarë të ndryshëm, cilët janë bërë pjesë dhe kanë nisur të kërcejnë dhe të hedhin valle në bulevardin Ismail Qemali. Kanë filluar edhe sot në këtë
28 nëntor me ngritjen simbolike të flamurit Muzeun Kombëtar të Pavarësisë, më pas ceremonia zyrtare në orën 10 dhe më pas kemi pasur paradën e kostumeve popullore dhe grupeve të asambleve të ndryshme të mbritur nga trevat. Nuk kanë munguar gjithashtu edhe panajire gastronomike, cilët kanë nisur për gjatë gjithë ditës, ku janë shpalosur gatime tradicionale vlonjate dhe të zonës, punime të artizanëve të ndryshëm dhe le të themi edhe ato punime të cilat janë bërë në telajo. Do të vazhdojnë aktivitetet pasi janë ekspozita për të çelur, ndërkohë kemi dhe një koncert festiv i cili pritet nis në orën 18:30 deri në orën 21 të mbrëmjes, ku do të performojnë emrat më në zë të muzikës shqiptare si Tajna, Fifi, Elita 5 e tjerë. Mirë të shkoj sa më mirë kjo fest i cila ka mbledh shqiptarët nga të gjitha pjesët e botës, nëse mund të themi, dhe çdo vit secili kur i krijohet mundësia vjen për të festuar pikërisht në Vlorë. Edhe ti si gazetar mund të festosh paksa pas punës, okay? Sigurisht, me patjetër nëse do më jepet mundësia, pse jo. Gjeje rastin, gjeje pak aty. Shumë për kohën. Sukses e urime edhe një herë. Faleminderit juve, ishte kënaqësi të isha pjesë.